Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 21 të surës Ahzab, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir. Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe tek dita e fundit. Ky ajet flet qartë se shembulli më i mirë dhe modeli më i lartë për ne në jetën tonë është profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Ai është mësuesi, udhërfyesi dhe fanari ndriçues. Porositë e tij sigurojnë lumturinë dhe shpëtimin në të dy botët. Profeti i dashur na njeh me mirësitë e muajit të bekuar të Ramazanit, të cilat i ka përmendur në hutbën e tij në pritje të ardhjes së muajit të Ramazanit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali na prezanton një program të mrekullueshëm për këtë muaj të begat dhe na thot se me të vërtet muaji i Ramazanit është shkolla e edukimit shpirtëror. Në të hutbe të bekuar, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: kush e zbukuron moralin e tij në këtë muaj, pra në muajin e Ramazanit, do të ketë leje kalim të sigurt mbi urën e siratit. Me këtë thënie, profeti i dashur na mëson se muaji i Ramazanit nuk është vetëm muaji i agjerimit fizik, pra të mos hash, të mos pish dhe të qëndrosh larg kontakteve intime. Por mbi të gjitha, muaji i Ramazanit është muaj i pastrimit dhe i zbukurimit të moralit. Kush përpiqet në këtë muaj të përmirësojë sjelljen e tij duke qenë i durueshëm, i butë, falës, i sinqert dhe i drejtë, ai përgatit veten për shpëtimin në ditën e gjykimit. Kalimi mbi urën e siratit simbolizon momentin më të vështirë dhe vendimtar për njeriu në botën tjetër. Morali i mirë në këtë botë bëhet shkak për siguri dhe shpëtim në botën tjetër. Kjo tregon se shpëtimi nuk varet vetëm nga adhurimet formale, por edhe nga pastërtia e zemrës dhe nga bukuria e karakterit. Muaji i Ramazanit është një mundësi për të ndërtuar një karakter të bukur, sepse morali i mirë është çelësi i shpëtimit dhe i sigurisë në ditën e gjykimit. Gjithashtu, profeti i dashur sallallahu alaihi wa ali në atë hutbë ka thënë: kush e përmban të keqen e tij në të, pra në muajin e Ramazanit, Allahu do ta përmbajë zemrimin e vet ndaj tij. Sa e mrekullueshme pra kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, e cila na mëson se vetë kontrolli dhe përmbajtja nga e keqja janë ndër cilësitë më të larta të besimtarit. Kur njeriu e ndalon veten nga padrejtësia, nga dëmtimi apo lëndimi i të tjerëve, nga zemrimi i pakontrolluar dhe nga veprat e këqija, ai tregon frikë ndaj Allahut dhe pastërti të brendshme. Si shpërblim i kësaj, Allahu e trajton atë me mëshirë dhe nuk e godet me zemrimin e tij në ditën e gjykimit. Kjo tregon se mënyra se si ne i trajtojmë të tjerët dhe si e kontrollojmë veten në këtë botë
ndikon drejt për drejt në mënyrën se si Allahu do të na trajtojë në botën tjetër. Ai që e kontrollon veten dhe përmbahet nga e keqja, fiton mëshirën dhe mbrojtjen e Allahut. Vetë kontrolli është rrugë drejt shpëtimit dhe fitimit të kënaqësisë së Allahut të madhruar. Ndër të tjera, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: kush e nderon një jetim në të, Allahu do ta nderojë atë. Pra kushdo që nderon një jetim në këtë muaj, pra në muajin e Ramazanit, Allahu do ta nderojë atë person. Kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na mëson se kujdesi dhe respekti ndaj jetimit janë ndër veprat më të dashura tek Allahu. Jetimi është në një gjendje dobësie dhe ka nevojë për mëshirë, dashuri dhe mbështetje. Prandaj, ai që e nderon atë në të vërtetë tregon fisnikëri shpirtërore dhe ndjeshmëri njerëzore. Allahu e shpërblen këtë vepër duke nderuar atë person, si në këtë botë me respekt dhe bereqet, ashtu edhe në botën tjetër me shpërblim dhe pozitë të lartë. Kjo tregon se mënyra se si ne i trajtojmë më të dobëtit është shkak për nderimin dhe mëshirën e Allahut ndaj nesh. Më pas, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: kush i mban lidhjen familjare, farefisnore në të, Allahu do ta lidhë me mëshirën e tij. Kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi thekson rëndësinë e mbajtjes së lidhjeve familjare dhe farefisnore, e cila është një nga veprat më të dashura tek Allahu fuqiplot. Kur njeriu kujdeset për të afërmit e tij, i viziton, i ndihmon dhe nuk i ndërpret marrëdhëniet me ta, ai tregon bindje ndaj Allahut dhe fisnikëri morale. Dhe Allahu fuqiplot do ta mbulojë me mëshirën e tij në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Pra mbajtja e lidhjeve familjare dhe farefisnore është shkak për fitimin e mëshirës së Allahut dhe shenjë e besimit të vërtetë dhe moralit të lartë. Ndërsa, për sa i përket ndërprerjes së lidhjeve familjare dhe farefisnore, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: kush e ndërpret lidhjen farefisnore në të, pra në muajin e Ramazanit, Allahu do ta ndërpresë prej tij mëshirën e vet. Kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi paralajmëron për rrezikun e madh të ndërprerjeve të lidhjeve familjare dhe farefisnore. Ndërprerja e lidhjeve familjare dhe farefisnore është shkak për privimin nga mëshira e Allahut, ndërsa mbajtja e tyre është rrugë drejt mëshirës, faljes dhe shpëtimit. Mëtej, në hutbën e tij, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: kush fal në të, pra në Ramazan, një namaz vullnetar, Allahu do t'i shkruajë atij shpëtim nga zjarri. Edhe kjo thënie e profetit të dashur na mëson se namazi vullnetar është një shenjë dashurisë dhe përkushtimit të sinqert ndaj Allahut. Kur besimtari nuk mjaftohet vetëm me detyrimet, por afrohet më shumë tek Allahu përmes adhurimeve vullnetare, ai tregon dëshirën për afërsi shpirtërore dhe për pastrim nga mëkatet. Namazi vullnetar është rrugë për të afruar me Allahun dhe shkak për shpëtim nga dënimi, duke ngritur besimtarin në shkallën më të larta të mëshirës dhe të shpërblimit. Gjithashtu, profeti i dashur ka thënë: kush e krye një obligim për farz, do të ketë shpërblimin e atij që ka kryer 70 obligime. Kjo thënie tregon mallështinë dhe vlerën e veçantë të veprimeve, të veprave obligative, sidomos në kohë të bekuara, siç është muaji i begatë i Ramazanit, kur besimtari i kryen detyrat e tij fetare me sinqeritet dhe përkushtim, Allahu ja shumëfishon shpërblimin
në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe shpërblimi i një obligimi të vetëm i kryer në muajin e Ramazanit është sa 70 obligime të kryera në muajt të tjerë. Dhe kjo tregon bujarinë dhe mëshirën e madhe të Allahut dhe është një ftesë për besimtarin që të mos e neglizhojë asnjë detyrim, por ta kryejë me vetdije, përkushtim dhe respekt. Po ashtu, i dashur i zemrave tona profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: kush e shton në të salavatin për mua, Allahu do t'ja rëndoj peshorën e veprave të mira. Në këtë thënie, profeti i dashur tregon rëndësinë dhe fuqinë e salavatit për profetin dhe ehli bejtin. Kur besimtari e lëvdon profetin dhe dërgon bekimet e Allahut për të, kjo nuk është vetëm një adhurim, por edhe një veprim që pastron zemrën, forcon lidhjen shpirtërore dhe sjell shpërblim të madh nga Allahu. Si shpërblimi i dërgimit të salavatit për profetin dhe ehli bejtin, Allahu ja rëndon këtij personi peshën e veprave të mira në ditën e gjykimit, duke e bërë më të lehtë kalimin e provave dhe fitimin e shpërblimeve të mëdha. Kjo tregon se dashuria dhe nderimi për profetin janë burim i shumëfisht i mirësive dhe i bekimeve. Salavati për profetin Muhammed dhe familjen e tij është rrugë për pastrim shpirtëror dhe rritje e veprave të mira. Çdo urim, çdo salavat dhe çdo lëvdat për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali shpërblehet shumëfisht nga Allahu. E mbyllim temën e sotme me thënien e profetit Muhammed në atë hutbë të begat, i cili ka thënë: kush lexon në të një ajet nga Kurani, do të ketë shpërblimin e atij që ka përfunduar tërë Kuranin dhe muajt e tjerë. Me këtë thënie profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali tregon madhështinë dhe shpërblimin e leximit të Kuranit. Edhe një ajet i vetëm i lexuar me sinqeritet në këtë muaj ka vlerë të madhe. Allahu e shumëfishon shpërblimin e tij si ai që e ka përfunduar tërë Kuranin. Pra, të lexosh një ajet në muajin e Ramazanit është sikur i ke lexuar të gjithë Kuranin. Kjo tregon se vlera e Kuranit nuk matet vetëm me sasinë e lexuar, por edhe me sinqeritetin, përkushtimin dhe dashurinë për fjalën e Allahut. Leximi i rregullt dhe meditimi mbi ajetet e Kuranit është një rrugë për rritje shpirtërore dhe fitim të shpërblimeve të mëdha. Edhe një ajet i vetëm i lexuar me sinqeritet ka shpërblim të madh. Prandaj, besimtari duhet ta lexojë Kuranin vazhdimisht dhe me përkushtim, duke kërkuar bekim dhe udhëzim nga Allahu i madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në hutbën e tij na mëson pra se muaji i Ramazanit nuk është vetëm agjërim, por ai është kontroll i vetes dhe edukim i karakterit. Muaji i Ramazanit forson solidaritetin, familjen dhe dëmshurinë. Çdo vepër në muajin e Ramazanit ka peshë shumëfish më të madhe. Muaji i Ramazanit është një mundësi e bekuar ku në në muajin e Ramazanit morali rritet, mëshira zgjerohet, lidhjet forcohen, veprat shumëfishohen dhe rruga drejt shpëtimit lehtësohet. Prandaj, mos e humbim këtë mundësi. Çdo vepër e vogël në muajin e Ramazanit mund të bëhet e madhe tek Allahu fuqiplot. Muaji i Ramazanit është një muaj, është një ofertë e hapur për falje, për lartësim shpirtëror dhe shpëtim. Muaji i Ramazanit me të vërtetë është shkolla e edukimit shpirtëror.
Në këtë muaj ushqehet zemra dhe shpirti me ushqimet më të mira nga sofra e Allahut fuqiplot. Allahu na e pranoft agjërimin dhe veprat në këtë muaj të begat. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.